Skandalet e Agimi Ismailit kur ushtronte detyrën si drejtori i burgjeve duket se nuk kanë fund. Një raport i KLSH-s ka nxjerrë në pa abuzime dhe shkelet e kryera nga Ismaili. CNA përmes disa shkrimeve ka treguar se ai si drejtori i burgjeve përmbyti IEVP-t me ilaçe të skaduara, futi ushqime pas standarde duke vënë në rrezik jetën e të dënuarve, abuzoi me procedura tenderuese për produktet ushqimore dhe tashmë në fund skandali i radhës ka të bëjë me një tender me objekt rikonstruksioni në magazinat në Vaçar. Por çfarë ndodh? Operatori ekonomik fitues i këtij tenderi ishte Doksani GSHPK me vlerë prej 4.530.393 lekë me TVSH, me grafik punimesh për 4 muaj. Nga auditimi i këtij tenderi u konstatua se godina e paraburgimit që do të rikonstruktohej është godinë jashtë funksionit, me urdhër transferimi të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve. Në këtë godinë nuk ka më të paraburgosur sepse ishin zhvendosur në ambientet e IEVP Jordan Misja. Nga verifikimi në objekt rezultoi se në këtë godinë vuante dënimin alternativ vetëm një person. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt rikonstruksion në magazinat Vaçar dhe në bazë të kontratës së prokurimit, datë 10/6/2019, u konstatua se sipas kapitullit të 5 janë përfshirë dhe kryer punime pjesërisht, të cilat konsistojnë në hidroizolim me emulsion bitumi dhe shtesa karton, katrama në terrasën e godinës së paraburgimit IEVP Vaçar. Grupi i audituesve verifikoi në kontrollin fizik në datë 13/1/2021 se godina e paraburgimit është godinë jashtë funksionit pasi me urdhër transferimit të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, në këtë godinë nuk ka më të paraburgosur të cilët janë zhvendosur në ambientet e burgut Jordan Misja që prej muajit prill 2019. Nga verifikimi në objekt rezultoi se në këtë godinë vuante dënimin alternativ vetëm një person, thuhet në raportin e KLSH-s. Kështu Agimi Ismaili në shkelet të hapur ka nënshkruar kontratën për rikonstruksionin e godinës, për të cilën kishte firmosur urdhrin për daljen e saj jashtë funksionit. Si rrjedhoi këtij abuzimi në raport, theksohet se vlera prej 487.996 lekë pa TVSH ose 585.595 lekë me TVSH janë fonde të shpenzuara pa efektivitet. Kështu në 10/6/2019, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka nënshkruar kontratën për kontratë prokurimi punë me OE, ndonse vetëm 2 muaj më parë, në datë 17/4/2019, ka dalë urdhri i drejtorit të përgjithshëm të burgjeve për daljen e godinës jashtë funksionit dhe transferimin e të burgosurve në ambiente të tjera. Si rrjedhoi vlera prej 487.996 lekë pa TVSH për kryerjen e punimeve në terrasën e godinës së paraburgimit IEVP Vaçar përbën fonde buxhetore të shpenzuara pa efektivitet, ekonomicitet dhe eficiencë, thuhet në raportin e KLSH-s. Të gjitha këto fakte të sipërpërmendura në raportin e kontrollit të lartë të shtetit tregojnë abuzimet dhe shkelet e rënda të Ismailit gjatë kohës që ai drejtonte drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Njëjtë si futja e ilaçeve të skaduara apo mbyllja e syve për higjienën dhe cilësinë e produkteve ushqimore për të dënuarit, abuzimet me procedura tenderuese për produktet ushqimore, kjo është një tjetër shkelje pasqyruar në raportin e KLSH-s për Agimi Ismailin.